Do na me ba sushi! Shkemi jena të ba sushi, da u ato prej këtyne kakalecave të mpur. Simoni thot që kjo është një prej sekreteve, me la orizin mirë. Kjo është oriz apo stafet për sushi. O në ko vazhdaja hakto. Ti thuj që Orizi duhet më shplanja 100 milion herë në mënyrë që me dal uji clear. Dhe me thonë, për sa kohë të dalin uji clear, në rregull qoftë 2 herë me shpla. Duhet me hek ta një shejse në mënyrë që me kanë sticky mrapa. Teshte ashtu u bë clear, edhe besoj që kjo është plamja e fundit. E fut me orizin te multikookeri, edhe tesh Simon? E vej mu e vlum. 1:1 është masa, 1 gotë oriz me 1 gotë ujë. Hodh me dhe ujin, edhe tesh për sa minuta lajm për? 10 minuta. Tesh jena të nda avokadon. Na tregaj herë sa raj pasht? Ah, perfect. Tesh ashtu e qeru Simoni. E hapme dhe kështu duket orizi, duket si kur a bo perfect. Tesh e merr tuti me lug. Ashtë already sticky, po kena me përdori diçka që ka me e ba dhe ma sticky. Tesh jena ty hedh rice vinegar, këtë e gjani shumë rall, por kur e gjani bleni shumë, sepse kjo është e vetmja gjë që e ban sushin sticky. Këtë ka blej Simoni në Austri, na ka pru në kameru. Tesh përzim. Tesh këto janë tanë produktet që ne nevojiten. Kena fletët nori, që Simoni ka pru për Austrijet, nuk e di ku mund t'i gjani në Shqipni. Kena këto salmona affumicato, kena blej këtu në Shkodër. Affumicato. Kena këto avokado të prej me holl, kena kakalet tempur, kena crunchy chicken edhe chicken normale, edhe këtë rice-in gjithashtu. Kena këtë drasen që e kena blenë shenjë, e pështollme me pelikull, që sa shumë nore janë, pa fond. Pjesa shniqme duhet me kem poshtë, ka pjesa këto duhet me kem poshtë, se është si lillë se pa ka shumë më mërmenja. Tesh marrim orizin edhe shpërndajmë evenly. Ka besoj që është pjesa më vështirë, Simona? Si të njësin dorët. Exactly. Kalu me të durët normale, sepse dorët sa të njësin, është e pa mujtë nuk ja sugjeraj. Lag me dhe durët, jena të përvu qdo gja at this point. Philadelphia ne kena shtru këto. Tesh jena të i hedh crispy chicken. Me zi po prez. Edhe avokado. Me si hell shumë Simon, se unë kam në veri pak. Po i hedhim edhe pak Philadelphia, që mu ba pak ma e langshme, jo shumë e thatë. Perfekt, super.